vetëm një ditë pas kësaj interviste, që në pikë të mëngjesit, ustallarët kishin ardhur dhe kishin nisur punimet në çati. Kuptohet, pa pasur asnjë lloj pengese nga zonja. Dikush mund të thotë, e po mirë, me që e nisëm punën, ja e zgjidhëm. Por jo, ne duam të zbulojmë se mos zonja Lulieta na ka gënyer duke na armiqësuar edhe ne me bashkinë. Prandaj, më mirë të hapim këtë bisedë. Meqense të gjithë janë përballë njëri tjetrit, Lulieta, bashkia dhe firma. Debatin e deklarojmë të hapur. Mua dje në bashki më thanë që duke lejuar ti të vendosen tjegullat dhe prandaj ka shkuar i gjithë situata në këtë gjendje që është sot. Kush është ai që ka pru tjegullat dhe i kam kthyer mrapa? Kush është ai? Më dal mua përballë që un kam kthyer tjegulla mrapa. Ku di unë në plak 70 vjeç e pa shkollë, se cila është cilësia më e mirë dhe më e keqe që mbi shteti mua më mlush. Kemi pas ankesa nga punëtorët që kanë ardhur në terren për arsye se zonja ju ka kryer shqetësime për cilësinë e materialeve dhe nuk i ka lënë me punë. Lulieta ka thënë që djali im ka investuar vetëm për lëndën ndrysore të çatisë që është vendosur apo jo? Po, dhe për rënën që është shkruar. Një sekond, dhe për pjesën poshtë të themelit apo jo? Por për tjegullat që nuk janë vendosur, nuk keni pasur pretendim apo keni pasur? Ja. Asnjëherë kot. Të gjithë pjesën se çfarë kanë investuar këto, të s'kan pas të drejtë me investu asgjë. Më ndërhy fare. Dorëzohet çeshi ndërtimit dhe mbyllet komplet nga firma, ashtu si është në projekt. Okej, duhet ta kishte lejuar firma atëherë. Gabimi ka qenë firma në këtë rast që ka lejuar. Firma nuk duhet ta kishte lejuar. E drejt. Atëherë është faji firmës që e ka lejuar. Jo, si ta kuptojmë ne këtë? O Aldi, një sekond, ti je inxhinieri i firmës, duhet përgjigjesh. Besoj se je ndjeni dhe ti për situatën. Ka ndodhur ndonjëherë rast që kjo zonja ketë kthyer mbrapsht punëtorët që s'ka qenë në objekt kur ka ndërhyr, po djali i zonjës apo kushdo nga familja nuk ka drejtë të ndërhyj në proceset e ndërtimit. E lama të pjesë po flasim për çështje tjegullash tani. Po kjo është pengesa, që s'ka drejtë të ndërhyj fare te projekti. Projekti ka pengesa. Ajo e ka bë kulmin ashtu. Pengesa është e titullave që nuk është bu dhe janë lagur ato lanë. Projekti do të zbatohet sipas projekti do të zbatohet sipas letrave dhe sipas preventivit. Më leni të kryej gjithë punën, pastaj vjen e kolaudojnë të tjerë njerëz dhe futen ju brenda. Mirë, dakor. Djali i zonjës pse është lejuar anaj firmës? Se juve i merrni masat që këtu në këtë kantier ndërtimi nuk duhet të futet askush, nuk duhet lejohet askush sepse nesër pas nesër mund të ketë aksidente. Nuk krijojnë konflikte me njerëz që ndërhyjnë tani të merren tjera.